Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. I ftuar i këtij episod nuk merr klikime se është shkrimtar. Është autoironi, po është edhe e vërtet. Mendon Liridon sikur nesër të zgjohesh dhe të kesh marrë shumë klikime. Si do ndjehesh ti? Në fakt unë besoj që është më shumë e vërtetë se sa autoironi dhe këtu unë e pranoj me shumë kënaqësi, nuk ka ne problem. Me kënaqësi e pranon apo me kënaqësi? Po, jo me kënaqësi. Me kënaqësi sepse unë mendoj që secili një jetë zgjedh vetë rrugën e tij. Klikimet sot janë kthyer në qëllim. Pra janë një qëllim, që unë do punoj për të marrë ca klikime, për të shtuar ca gjëra, për të shtuar ca të ardhura. Nuk është gabim, absolutisht. E mendoj të vetja, nuk e di klikime, nëse një mëngjes do zgjohesh edhe do gjej veten shumë klikuar, nuk e di. Mendoj se do kishte dy anë. Para për mua do ishte një situatë distopike. Çfarë ka ndodhur? Pra, si është e mundur? Se shkrimtari vetvete është një qenie introverte, vetmisë, i thellësisë, i shkputur, ndryshe nuk punon dot. Pra laboratori ynë është një shkputje totale nga bota. Do mendoja që ka ndodhur dy gjëra. E para, do mendoja që ka ndodhur një mrekulli, ku njerëzit më në fund kanë kthyer gjithë vëmendjen nga letërsia dhe shkrimtarët, dhe e dyta pastaj do besoja që tu ka një çudi dhe ndoshta unë do kem ndryshuar si njeri. Pra do kem ndryshuar në proç, ose do kem thënë një gjë që vërtet bën sensacion, që nuk është fare e letërsisë, edhe sigurisht do ndihesha keq, do ndihesha i dyzuar, nuk do ndihesha mirë. Mu vëmendja nuk më Ti jem shumë i sinqert tani, përtej autoironisë edhe vëmendja nuk më gëzon, nuk më jep ndjesi të mirë. Nuk më jep ndjesi të mirë për arsye se unë e di që vëmendja sot tërhiqet në mënyra të ndryshme, në mënyra jo shpesh thelbësore, në mënyra jo shpesh me substancë. Dhe jam i bindur që nëse njerëzit do klikoni Liridonin ose unë do kem shkar diku, edhe do kem rrjedh në një farë mënyre, ose është ajo tjetra që thash, njerëzit janë ndërgjegjësuar për këtu nuk du ta glorifikoj veten, unë jam thjesht një njeri që kam një mendim për botën, cilën unë e shkruaj dhe përpiqem të gjej të ngjashmit. Kjo është letërsia. Por mendoj që do ishte një kurbë, ato kurbat e tmerrshme që ngjiten brenda ditës dhe të nesërmen bien. Nuk besoj se jemi aq interesant sa këto klikime ti mbajmë pastaj. Se lufta është për t'i mbajtur, nuk është për t'i arritur. Kushdo një jetë bëhet një herë i famshëm, gjithsesi kujt i vjen një moment, i vjen momenti i jetës tij, bëhet i njohur, kthehen ato projektorët e tjerë. E rëndësishme shumë është pastaj se sa e mban. Unë nuk besoj që doja arrija ta mbaja. Kështu që do ishte një zhgënjim, kam idenë pastaj. Do stresohesh e do bëhesh si gjithë të tjerët, siç të do rjeti. Një lloj viktime virtuale në thonjza. Që je aty edhe si ato korbat që vinë dhe marrin nga një cop. Është e vërtetë edhe kjo. Ndoshta më shumë se viktimizim është një lloj vetë viktimizimi, që njerëzit e tentojnë dhe i arrin shpesh. Rrjeti është i egër, rrjeti kërkon, pra rrjeti krijon kufoma çdo ditë. Çfarë ndodh sot rrjet nesër nuk ka vlerë më. Atëherë lind pyetja se sa thelb ka ajo gjë që ndodh sot dhe nesër nuk ka vlerë më. Sigurisht tani flasim për shoqërinë e spektaklit, ka shumë për të thënë, nuk i kemi thënë unë parë, i kanë thënë tjerë para meje. Ka shumë libra që janë shkruar për këtë fenomen. Por që kam idenë që njeriu i rrjetit është njeriu tullumbac, është një flusk që fryhet dhe pastaj bie. Pra bie. Lind pyetja pastaj se sa të përjetshëm do jemi ne dhe sa aftësi kemi të mbetemi në këtë rrjedhën e madhe. Nuk e di, ne përpiqemi, ne besojmë, kryesisht shkrimtarët besojnë. Përndryshe nëse nuk beson, atëherë nuk mendoj që do të shkruajmë. Dhe fakti që unë i qëndroj larg skupeve, klikimeve këtyre, jo internetit. Interneti edhe rrjeti është tjetër gjë. Fakti që ne i qëndrojmë larg, kryesisht shkrimtarët i qëndrojnë larg, do të thotë që përkohësia nuk është një qëllim, nuk është një qëllim vetvete. Liridon, unë mendoj që rrjeti është si lumi që të merr përpara, ndërkohë që letërsia është arkiv. Është refleksion, është argument, është thellësi. Janë dy gjëra të ndryshme. Por në këtë kohë ne nuk e shmangim dot më jetën online. Duhet të shkojë rrjeti te shkrimtarët apo shkrimtarët duhet përpiqen të shkojnë tek rrjeti, sepse duke qenë aty një mendim më i thellë, mund ta zbuzdisi shoqërinë e spektaklit, shoqërinë që do spektakël. Është vërtet që rrjeti është një rrjedh, është një lum, pra është një rrjedh që rrjedh pothuajse gjithkohës edhe merr me vete. Merr me vete gjithçka, i transporton diku. Problemi i rrjetit është një rrjedh pa kufi, pa breg. Se në përgjithësi lumet e kanë një breg ose ka një derdhje diku.
interneti është ndryshe, rrjedhi është ndryshe, është një rrjedh që nuk ka fund dhe problemi pastaj është ti ku do shkosh, pra ku të çon kjo rrjedh. Nëse të merr me vete dhe të humbet, ose ti nëse arrin deri ku të kapesh dhe të dalësh në breg. Unë mendoj që në këtë pikë shkrimtarët janë ura. Kam përshtypjen që janë ura mbi lum, janë ca ura që i ndihmojnë njerëzit të kapërcejnë brigje dhe të mos lagen. Pra, nëse ti ja del nëse ja del bësh një urë, pra një urë të cilën jo vetëm për veten tënde, por edhe për tjerët që ata ti shpëtojnë kësaj rrjedhe, ti shpëtojnë këtij, unë e them shpesh në një mënyrë brutale, është mizeria e spërkohshmes. Pra ka një kakofoni, një zhurmë secili do të evidentohet, secili do të dalë, dhe kjo në një farë mënyrë mirë është e natyrshme, unë e kuptoj këtë. Jeta është e shkurtër, është bërë vështirë. Njerëzit po bien për ditën në një lloj bataku që edhe vetë nuk e kuptojnë, duan të evidentohen, duan edhe ata të dalin, duan edhe ata të thonë që jam dhe unë, ekzistoj dhe unë këtë botë, jam një gjurmë, qoftë si gjurmë biologjike, unë meritoj të jem diku, të dal diku. Dhe prandaj kemi ka shumë skupe, prandaj kemi ka shumë skandale që prodhohen, ka shumë sensacione, sepse e thot Alain Bosquet në intervistë në Kadaren, edhe thot kaq bukur, thot një babel milingonash që duan të evidentohen. Kjo është shoqëria sot, kështu që unë i kuptoj edhe ata që kanë tendencën të dalin qoftë një jetën e tyre, të evidentohen, të nxjerrin një kokë mbi të tjerët dhe të thonë që jemi këtu, është një britm për të treguar që ekzistoj. Po. Dhe unë e mbështes edhe më pëlqen. Më pëlqen që të gjitha kenë ditën e spektaklit të tyre, sepse secili ka nevojë të ndjehet heroi i jetës vet dhe protagonist. I vetmi shqetësimi imi që sigurisht më vjen edhe i sqaruar mirë, më pëlqeu ajo që the për Alain Bosquet, por dhe nga Umberto Eco, i cili nuk jeton më, ai foli dikur për legionet e idiotëve që kanë të gjithë një zë në tashmë online. Para disa ditësh lexova diku në Instagram online një tjetër frazë të Umberto Ecos që thoshte që pak a shumë atë që po thoje ti, prandaj më rezonoi. Mu lidh që tani të gjithë duan të dëgjohen, problemi është që ndonjëherë na duhet në disa raste të dëgjojmë budallallëkun, thjesht budallallëkun e tyre. Edhe budallallëku si gazetare nuk më duket fundi botës, sepse është pjesë e kësaj jete, siç është edhe kundërta, mençuria apo finesa. Problemi i online-it është se amplifikon budallallëkun. Në fakt, rrjeti online amplifikon çdo lloj veçorie. Kam idenë që ai që e krijoi, po themi spari Facebookun, ose ai që krijoi më pas Instagramin dhe gjitha këto rrjetet, nuk e nisi me këtë qëllim. Po. Pra që të amplifikoj budallallëkun, të amplifikoj këtë lloj vaniteti, ose këtë lloj agresiviteti. Nisë për të folë me njëri tjetrin, besoj. Se unë kam idenë që në fillimet e veta rrjetet ishin budallallëk, sot janë kthyer agresiv. Pra kanë dalë një shkallë më të lartë se sa budallallëku, se në fundit budallallëku nuk është i dëmshëm për të tjerë. Po. Pra është një arktim, si klonat që dikur arktonin masat edhe ishte një gjë e momentit. Problemi është që sot është kthyer agresive dhe budallën po e marrin shumë seriozisht këtë gjë, në sensin që mendojnë që një koment i tyre ose mendojnë që një shprehje e tyre është zëvend diku. Mendojnë që ajo që thonë vërtet ka vlerë. Ndoshta këtë e kanë menduar gjithmonë. Umberto Eco kësaj referoheshe. Dikur thoshte budallët tani nuk du ta përdor shpesh të budallët për të qenë edhe korrekt. Po, se duket sikur. I njihte vetëm lagja, thoshte, i njihte familja, i njihte zona ku jetonin. Sot i gjen në Facebook, në Instagram, kudo edhe japin mend gjithkohës. Kjo nuk është gabim. Rrjetet sociale në përgjithësi janë të lira. Problemi me rrjetet sociale është që nuk ka një kriter. Pra nuk ka një filtr përgjithësie për atë që ti thu. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e dëmshme që i ndodh rrjeteve sociale dhe për fat keq sot mira rrjetet sociale kanë depërtuar televizion. Sepse e thash, ata që nisën fillimisht rrjetet sociale nisën për një mënyrë komunikimi mes njëri tjetrit. Ka pasur shumë anë të mira ku njerëzit janë gjendur pas shumë vitesh, kanë krijuar lidhje, ka shumë mediume të mira që i shërbejnë njerëzve. Problemi sot është që rrjetet sociale janë kthyer në bazë për të marrë element dhe për t'i futur televizion. Ndërkohë duke harruar që televizioni ka qenë një institucion shumë i rëndësishëm gjithmonë. Televizioni kishte filtrat jashtëzakonshëm për ato kriteret për të cilat flet Umberto Eco, që në televizion vërtet nuk mund dal askush. Nëse në rrjetet sociale mund të flas kushdo dhe ti pastaj vendos vetë se çfarë do të dëgjosh dhe çfarë do eliminosh, televizioni kishte kritere të forta. Ndërkohë që sot për fat keq unë konstatoj që televizioni është kthyer një rrjet social të madh ku të gjithë këta dhe literalisht budallët, kryesisht këta njerëz që nuk kanë asnjë lloj nuk kanë një gjë për të thënë, nuk kanë një thelb për të treguar në televizion. Nuk thonë një gjë që ti kur e fik televizorin të mendosh thosh, e tha këtë gjë dhe prit.
çfarë do të thoshte me këtë? Fatkeqësisht ta kanë depërtuar gjithë televizion. Dhe prapë them fatkeqësisht kanë arritur të depërtojnë emisione shumë serioze, të cilat kanë pas një strukturë, kanë pas një histori, kanë pas një nivel, një standard, për cilin ne i kemi vlerësuar dhe i kemi admiruar dikur. Unë individualisht sot nuk jek mas një lloj emisioni pikërisht për këtë arsye. Sepse ne jetojmë shpejt tani, kalojmë nga një histori në tjetrën, nga një opinion tek tjetri, është lumi i rrjetit dhe ne nuk kemi kohë më të jetojmë ngadalë dhe të mendojmë dhe të përtypim atë që kemi dëgjuar. Ku do na çojë kjo? Mendoj se gjitha kjo është një gënjeshtër. Fakti që ne jetojmë shpejt, nuk jetojmë shpejt. Gjithmonë kemi jetuar shpejt, gjithmonë kemi pas punë për të bërë. Gjithmonë kemi qenë zënë, madje më shumë punë kemi pas, më të stërmunduar kemi qenë dikur. Kemi parasysh që Shqipëria, po marrim rastin e Shqipërisë, në vitin 1920 ka qenë në gjitha tokë bujqësore, blegtorale, njerëzit punonin nga mëngjesi në darkë. Nëse e marrim në këtë kontekst që ne nuk kemi kohë, kjo nuk është e vërtetë. Sot ne kemi kohë më shumë se kurrë. Problemi është se ne nuk kemi përqendrim. Sepse unë gjithmonë i bëj pyetje vetes, njerëzit gjithmonë thotë nuk kemi kohë. A lexove këtë libër? Jo, s'kisha kohë. Shkove këtu, jo, s'kisha kohë. Pyetja që lind është çfarë bëhet me këtë kohë që kurset kaq shumë në marrëdhëniet njerëzore? Kjo kohë që kurset kaq shumë të gjërat me vlerë, ku shkon? Scroll. Atëherë do të thotë që gjithë kjo kohë shkon kot. Pra ne kemi kohë. Problemi është që nuk kemi disiplinë dhe nuk kemi më dashuri për veten. Kohën më të madhe ne na merr tjetri. Problemi i gjithë secilit sot, sipas meje, është tjetri. Çfarë bën tjetri? Çfarë po ha tjetri sot? Çfarë ka veshur tjetri sot? Ku ka shëtitur tjetri sot? Ku po u thon tjetri sot? Si dukem unë sytë e tjetrit dhe apo e rivalizoj në mënyrën e dur tjetrin sot? Kjo na merr shumë energji, mbi gjitha na merr gjithë atë kohën cilën ne mund t'ia dedikojmë vetes, edhe mund të jemi vërtet një zë i veçantë, një individualitet në gjithë të mizerinë e përkohshme që më thash. Çfarë? Si është jeta e një shkrimtari? Të ri. Nuk edhe shumë i ri. I ri, 39 vjeç. E kisha i ri në mosh, po ti ke shumë vite që shkruan. Jo, në fakt kam spaku 10-12 vite intensive. Edhe kur them intensive në gjitha kuptimet, duke shkruar me aktivitete, me nisma për letërsinë, nuk e di ndonjëherë i them vetes çfarë bën domethënë, shkoj në shtëpi edhe çfarë po bën ai idiot domethënë. Je duke ne themi mih nuj, themi në veri. Kur mih nuj, domethënë duke rrëmun ujë kot, pushet prap. Pastaj them vetes, shiko, duhet bërë një përpjekje. Është çështja është pak a shumë si puna e Milingonës, që merr atë gjethen e vogël dhe shkon për të fikuin. Zjarrin e madh që kishte rënë pyll dhe dikush i thot nga kafshët, thot ç'a bën, thot se ti je kaq e vogël. Unë thot nuk e bëj për të fik zjarrin, thot po e bëj për të treguar se në cilën anë jam. Pra unë po bëj një përpjekje. Shumë e bukur kjo. Edhe unë e di që ndoshta shpesh jam duke bërë atë rolin e Milingonës, përpiqem të krijoj një lloj drite diku, të rive kryesisht, përpiqem t'ju prezantoj shkrimtar të mirë, letërsi të mirë. Dhe them pastaj, okay, ndoshta nuk do lexojnë 200, nuk do lexojnë 100, ndoshta as 50, 2 ndoshta do lexojnë edhe këta 2, do ta gjejnë kuptimin te letërsia. Jo domosdoshmërisht te letërsia, por jeta jonë është shumë e thjeshtë, mira. Është një jetë krejtësisht shpesh edhe monotone. Unë qohem në mëngjes dhe gjëja e parë marr djalin e çoj në qerdhe. Pastaj li bashkëshortën punë. Kur punoja gazetar, shkoja vetë në redaksi. Merresha me lajmet e ditës, gjëra krejtësisht, pastaj kthehesha në shtëpi, blija ushqimet në supermarket. Nuk ka një lloj shkrimtarët e demokracisë ose shkrimtarët e kapitalizmit janë qenie që vrapojnë për të jetuar. Nuk janë më qenie që kanë kohë të mendojnë. Imagjino, ne për të shkruar duhet marrim kohë nga vetja. Dhe unë shkruaj gjithmonë vonë, shumë vonë natën, deri në 2, deri në 3 mëngjesit, ndoshta duke shkruar, se ajo është koha ime. Se ditën nuk e kam atë, dhe realisht nuk e kam, sepse thash unë bëj punët e mia, marr pastaj djalin, do kthehem. Dhe kështu që është një lloj stërmundimi, por çfarë punë bën gjatë ditës? Unë kam punu gazetar deri tani, kam punu një redaksi online, gazetar i kulturës. Tani për momentin punoj në një institucion në Bashkinë e Lezhës, merrem me kulturën atje, kam të sektor si përgjegjësi timen. Kryesisht kam punuar nëpër institucione shtetërore me kulturën jam marr, preferoj shumë qytete të tjera, nuk preferoj Tiranën, se mendoj që Tirana ka arrit një farë ngopje në këtë pikë dhe nuk bën vend më, nuk bën sens më të bësh një nismë të re, të bësh një lloj, po themi, është plot me aktivitete Tirana në fakt. Ka përdit aktivitete letrare, piktor shumë mirë që performojnë e tjerë. Kështu që
përpiqem që këtë nismat e mia t'i çoj në vende të cilat nuk e kanë atë projektorin që e ka Tirana. Po lexoja për ty dhe po dëgjoja për ty përpara se sa të takoheshim për podcast. Edhe po shikoja që je listuar vazhdimisht në këto për çmim, edhe në panajër. Nuk e di nëse ke marrë ndonjëherë një çmim. Qelloj ajo për çmim bashkë, po në fakt edhe konvenon kjo, je kandidu për çmim. Në fakt edhe shkon në një farë mënyre. Jo, nuk është çështje. Është çështje gjuhësore që në fakt ndonjëherë bën çuditëra gjuha shqipe. Është e çuditshme, çfarë gjallëse që është, po i bie në pikë, nuk është as gabim ajo që the, nuk është gabim. Po, më falë se ndoshta pyetje. Ka në rëndësi për ty çmimet? Çmimet janë një mënyrë evidentimi. Janë një mënyrë evidentimi, po jo ekskluzivisht orientues. Nuk orientojnë më asgjë. Sipas meje çmimet sot orientojnë shumë pak ose kanë shumë pak ndikim tek njerëzit, tek lexuesi e tjerë. Unë kam kam vite që merrem intensivisht me letërsinë, me aktivitete dhe kam vënë re që çmimet, po themi çmimet kombëtare janë çmimet më të rëndësishme në Shqipëri. Nuk orientojnë më, nuk shërben më njerëzve për të kuptuar që ky libër që fitoi këtë vit, ndoshta është një libër i mirë dhe ne duhet shkojmë. Ne duhet shkojmë ta blejmë. Ose në panajër, shumë rrallë librat fitues panajër të orientojnë njerëzit drejt shitjeve, drejt. Kështu që çmimet kanë ngel në një stad honorifik. Pra, shpesh dëgjoj shkrimtar mes vetes që thonë sa mirë që mora këtë çmim se më shërben ato lekët që marrë, kupton se për të tjerat. Gjithsesi është një vlerë që ti e ke për CV më shumë ose e ke si një lloj atë trofeu në shtëpi për t'ju shit men fëmijëve nesër edhe ty thush shiko kush ka qenë babai. Çfarë bën një libër të mirë? Unë nuk mendoj që çmimet, po ka edhe raste që mund të jetë një çmim që të korrespondojë me librin e mirë. Po, çfarë bën një libër të mirë? Shitjet? Kritika e mirë? Shitjet jo gjithmonë janë tregues. Shitjet jo gjithmonë janë tregues. Një libër që shitet shumë, do të thotë që i flet aktualitetit dhe i flet masës. Deri në çpik është letërsi, pastaj është art, kjo është dyshim, vetëm dyshim për të. Por nuk është gjithmonë, pra, edhe libri nuk ka ekuacione të sakta, që një libër i shitur është i keq ose e kundërta kësaj. Si vetjeta. Absolutisht. Kryesisht librat që shiten shumë janë libra që prodhojnë debat, që provokojnë. Kryesisht janë libra që gjithmonë autori i atyre librave, ndoshta këtu janë pak konflikt interesi edhe me ty që të kam përballë, po gjithmonë po themi libra që shiten shumë asocion gjithmonë me autorin e saj, me autorin e librit. Përgjithsisht në Shqipëri, librat që shiten shumë janë librat e njerëzve të njohur, njerëzve publik që dalin për ditë media. Kanë bërë një lloj histori të tyre, absolutisht. Nuk janë njerëz që kanë dalë rastësisht aty. Unë e them gjithmonë, rëndësika të lexohet. Me që jemi te librat që shiten, ishte interesante po ta rrëfej këtu një komentuese, një adresë në Instagramin tim. Mama për fëmijë diçka e tillë quhet, nuk e kam fiksuar mirë edhe kishte reaguar në një postim aty dhe thoshte që ishte shumë ndjekse e podcastit edhe një ndjekse dashamirëse imja, se nuk më pëlqen të mendoj që kam fansa, se nuk mendoj që kam fansa, nuk jam Alban Skënderaj, që të kem fansa, por më tha që shiko tha, unë të ndjek, të pëlqej, por nuk e kam bler librin tënd dhe vendosa sot ta blej, se ndryshova mendje, dua ta lexoj, po deri më sot nuk e kam bler sepse më duk pak trend dhe trendet nuk më pëlqejnë. Ndoshta nuk bën diferencën për ty tha 1 apo 2 më shumë libra, por unë do ta blej dhe do të shkruaj. Zgjodha ti kthej përgjigje dhe ti them që në fakt unë nuk besoj te milionat, nuk besoj te numrat shumës, besoj dhe te njëshi dhe te dyshi. Edhe nëse një libër është bërë trend, shumë bukur, le të bëhet trend një libër. Kam idenë që ne shkrimtarët e fictionit, pra do të thotë që ne që shkruajmë fiction dhe krijojmë histori, që bëni letërsi të mirëfillt. Përpiqemi të bëjmë një lloj letërsie të mirëfillt. Ne mendojmë që vetëm ne jemi, pra vetëm ne jemi një ishull dhe s'ka të tjerë. Ky është problemi ynë. Nuk është problemi i tjerëve, dhe sa mirë që është vetëm problemi ynë. Nuk është të thënë që njerëzit do të lexojnë gjithmonë Borgesin, nuk është të thënë lexojnë gjithë Dostojevskin. Gjithmonë letërsia light, pra një letërsi pak e rose, Paulo Coelhos. Po, e Coelhos ose e shumë autorëve të tjerë. Unë mendoj që është një lloj pedane për të letërsia e mirë, ose letërsia e
thelbësore, po them, ose letërsia botërore etj. Pra nuk është gabim. Ne duhet të ndajmë konceptet, se përpiqemi të themi nuk ka lexime, po gjithmonë e lidhim me veten, që nuk lexojmë ne. Por fakti që nuk lexojmë ne nuk do të thotë që s'lexojnë njerëzit. Mu më gëzon, edhe këtë e them me shumë sinqeritet, edhe kam thënë gjithmonë, mu më gëzon fakti që një libër bëhet trend. Dhe ku ta gjesh një libër të bëhet trend? E para sepse kthehet vëmendja nga libri, pra do të thotë që në këtë vend pulsi vazhdon, pra ka ende puls, nuk ka vdekur shoqëria, se në momentin që vdes libri dhe nuk lexohet më, unë mendoj që ai është fundi i një shoqërie. Do të thotë që ne kemi librin pjesë tjetës tonë, ne kemi pjesë kulturës tonë. Thjesht ndoshta është një aksident që ne kemi ikë nga ai. Edhe është një lloj kohe e përkohshme, është e përkohshme, kam idenë që ne nuk lexojmë etj. Një libër që bëhet trend është gjithmonë një lajm i mirë. Ne u takuam në Panajir. Kishim folur më përpara, kemi folur më përpara bashkë. Kemi shkëmbyer disa mesazhe. Kemi shkëmbyer mesazhe, madje ka qenë mesazhi i fundit ka qenë kur më ke bërë një koment për Primož Llakun, edhe më të riqe vëmendjen me shumë të drejtë që të jem e vëmendshme që në podcastin tim të kem edhe shkrimtar të rinj, siç kam shkrimtar me përvojë dhe kishe shumë të drejtë për këtë, po ja ku jemi ka një kohë për të gjitha. Unë besoj te koha dhe besoj te një lloj vale, te një lloj energjie. Jam pak, nuk jam spiritualiste, po besoj që ka një kohë për të gjitha dhe ke qenë mendimin tim që në listat e mia, unë edhe sot mendoj për njerëz që ndoshta do t'i takoj pas 2 vjetësh. Është një gjë që e shoh të shtrirë në kohë podcastin. Nuk e shoh që ta nis, edhe ka 5 vjet, ka 5 sezone që bëhet ky podcast, të gjithë presin që më thonë që do të vazhdosh, kanë mbaruar njerëzit, unë nuk mendoj që njerëzit mbarojnë dhe historitë mbarojnë. Nga afër ne jemi takuar në Panajir dhe ka qenë një takim pak kështu pikant me spec. Po. Ka 2 momente, do ta tregoj. Do ta tregoj. Shiko, mira, të jemi sinqert ose të jem i drejtë për drejtë si jam gjithmonë. Nuk kam pas një lloj, pra nuk kam pas këtë lloj mendimi për ty më përpara. Nuk më ka patur shumë qejf. Pra nuk kisha këtë lloj mendimi kur ti kryesisht merresh me gazetari politike. Pastaj kur ti nisi podcastin, fillimisht nuk kam ndjek, pavarësisht se shumë njerëz të ndiqnin dhe shumë njerëz flisnin mirë për ty si gazetar etj. Unë në fakt nuk isha shumë njeri i televizionit, nuk shija televizion shumë dhe nuk shoh edhe sot. Por kanë qenë disa njerëz, personazhe të veçanta këtu që unë pastaj më bën që ta ndjek pothuajse gjithmonë. Sidomos ata që lidhen me fushën time. Për shembull mund të evidentoj këtu Primo një ndër personazhet më të dashur për mua, Elca Lila ka qenë një fantastik, domethënë më ka mësuar gjëra vërtet të mira, pra kam marrë një lloj thelbi nga ai podcast dhe shumë tjerë. Anri Sala po ashtu, emra të mirë. Dhe këtu filloi duke dhe shumë mendimi. Pra thash, dakor, tani kjo vajzë është kput nga televizioni, besoj nuk ka më interesa për gjë tjetër dhe po bën një gjë vetë. Dhe për këtë bravo i qoftë. Pra po them që si është e mundur, kjo që ishte gjithkohës nëpër televizion, u shkput nga televizioni dhe dolin vete. Çfarë është kjo tërheqje në një kohë kur ajo ishte në ngjitje? Pra mendoja unë. Pastaj kur bëre libri, te ky libri te libri me të thënë drejtën, ka 2 momente ku unë kam vizualizuar me një lloj, ne nuk e kemi si shprehje në shqiptar, kemi për vujtni ndoshta mund quhet ose një lloj përulësie. Kanë qenë 2 momente kur ti rrëfeve ngjarjen tënde këtu në podcast përballë Anjezës. Dhe çuditërisht në pamjen time ti kishe një personazh i njëjtë me atë të Panajirit që unë kam parë në 2 momente. Mos gaboj tani, kishe në 2 momentet me kratë përveshur dhe pak flok lagura. Ndoshta kishe në djersitur nga sikleti. Dhe unë pash një mira, thash shiko, ky njeri thash ka ndryshuar vërtet. Jo se ti duhet ndryshoj, domosdoshmërisht. Në sytë e mi. Pra, kur them ndryshu, ka ndryshuar në sytë e mi. Dhe me të vërtet aty ndjeva pastaj që shiko, njerëzit kanë rrjedhën e tyre të jetës dhe nuk thash duhet të jesh më pak paragjykues për të tjerët. Ose duhet të jesh pak më fleksibël, mos të rrush një lloj stature gjithkohës. Njerëzit ndryshojnë, koha ndryshon, jeta ndryshon, dhe ti thash duhet përshtatesh, duhet të ndryshosh etj. Unë kisha shumë interes për librin tënd vërtet, sepse vetë ngjarja ishte e tillë. Dhe të kam parë Panajir disa herë. Madje bëra edhe një shkrim kritik në gazetë, jo për ty, në përgjithësi për Panajirin, ku në pjesë e saj ishe edhe ti, po jo për keq. Të futa thjesht si te këto libra, te trendet e librave. Se ka trende të mira, ka dhe trende pastaj
që nuk du t'i përmend, janë ca njerëz prap televizioni që asociohen me këtë, por që në fakt nuk kanë asnjë lloj kontributi. Njeriu duhet të ketë një farë kontributi që të pretendojë nesër të ketë diçka thelbësore drejt, apo jo, nuk po themi tani të shkruajmë libra. Dhe i kam thënë primos hajde shkojmë tash të takojmë Mirën. Se dia që primot njëte. Po. U ofruam në të stenda, bëm një bisedë bashk pak të komplikuar dhe tash unë Mira të kam sharë. Dhe ti më thënë që shumë mirë ke bërë që më ke sharë dhe nuk më ngelet hadri, the, nuk mërzitem. Tash kjo vajzë do me të çarmatosi, tash e ka nda menjen që të jo, t'jemi sinqert, nuk është çështja se tek ty Nuk më the që të kam sharë, më the të kam diçka tjetër, kam kritikuar, sharën thoj za po. Sepse janë këto libra që shiten për shkak të famës, edhe fama jote po e shet librin në një kuptim dhe unë tash jam shumë e lumtur që një shkrimtar ka një mendim dhe ka një kritik, nuk më dhe pasi e lexova librin. Do doja që të më komplimentoje sigurisht, por nuk më vrau ajo. Nuk komplimentoja dot sepse se kisha lexuar librin. Unë po them që sigurisht çdo njeri do që të lavdërohet, aq më tepër nga një shkrimtar, apo fjala e keqe na lëndon të gjithëve, por nuk është kjo një arsye që unë ta marr natë tjetër. Ka disa kohë që unë i them vetes, shiko, mos i kaq strikt me njerëzit, mos i kaq në shumë mendim për ta. Njerëzit nuk janë gjithmonë njësoj, dhe ti vetë s'ke qenë gjithmonë njësoj, i them vetes. Unë sot e mora vesh të plot se nuk e kam ditur kur që Liridoni nuk më ka patur me sy të mirë. Se nuk do të kisha ftuar në podcast, mendo. Fare. Jo, ti e di këtë gjë dhe prapë më ftove, dhe kjo tregon më shumë për ty se sa për mua. Okej, mund të jetë shumë. Unë në fakt kam shumë dëshirë të dëgjoj shkrimtar të rinj, edhe nuk dua që në këtë platformë kjo platformë nuk është një platformë që ndizet nga klikimet. Kjo ndizet nga bisedat e mira. Dhe ata që e ndjekin Zë me Mirën podcast, e vërteta është që e duan apo se duan Mira Kazhanin, është e rëndësishme të duan personazhet që unë ftoj. Edhe dua që e them edhe do ta them, unë nuk dua që njerëzit këtu të ndjehen të pyetur Liridon, po dua të ndjehen të dëgjuar dhe dua të dërgoj rrëfenja, biseda, tregime tek njerëzit, sepse pjesën tjetër nuk e garoj dot, nuk e konkuroj dot, i ka shumë më të mirë se sa kjo platformë. Kjo platformë këtu e ka gjetur veten. Shiko, arti gazetarisë është ky, dhe këtë kam kuptuar vonë. Nuk është çështja se sa rëndësi ose sa po themi sa përgatitja të pyetjen që do i bësh tjetrit, se sa thellohesh ti në atë pyetje. Një formë e artit gazetarisë është se sa thjesht është pyetja, apo sa ngacmon ajo, sa kërkon tek tjetri. Ti këtë zotra në mënyrë, nuk po të lavdëroj se më ke thënë mos më lavdëro. Por sinqerisht, unë duke qenë vetë, unë kam studiuar shkencat e komunikimit, jam gazetar i kulturës, nuk identifikom shpesh me këtë termin gazetar se njerëzit më njohin si shkrimtar, më njohin si autor festivalesh letrare etj, por në fakt kam kuptuar që aftësia jote e madhe është kjo. Të bësh pyetje shumë thjeshta, po që në fakt ngacmojnë një botë tërë. Po, shumë mirë. E fshim tani këtë. E lëm pak më një. Kjo është e vërtetë. Po, do ta lë, nuk do heqim asgjë. Ti je lindur në Fusharës. Në Fusharës, po. Unë i pyes vazhdimisht të ftuarit çfarë do komunikonin, çfarë do flisin me veten e tyre, 20 vjeçare, 23 vjeçare. Por unë dua të shkoj në fëmijërinë tënde. Cili është përfytyrimi i fëmijërisë tënde? Nëse shkon në fëmijëri, cili është pasazhi, fragmenti që të vjen, të ndërmendet? Nuk e di, ndoshta po të rikthehesha sot, prapë fëmijë do kisha qenë më çlirë, pak do isha dhënë më shumë as jetës. Do kisha jetuar ndoshta pak më shumë, do kisha qenë më shumë menefregist. Gjitha këto do më sillin një lloj karakteri më vonë më të hapur, më të çlirët, më afër njerëzve, më pak paragjykues, më pak në rol mbrojtës. Pra, kështu që ka Borges një tregim për një njeri që mban mend gjithçka në jetë. Pra, memoria e tij ishte kaq e fortë sa mban mend çdo detaj. Çfarë mallkimi? Shpeshherë kur është mallkim dhe shpeshherë kur e kam lexuar dhe tregim kam menduar që më dedikohesh mua. Unë mbaj mend çdo gjë nga fëmijëria ime dhe nuk është e vërtetë që fëmijëria jonë është periudha më e lumtur e jetës. Thjesht ne priremi të kujtojmë gjërat e bukura. Kjo është shumë e vërtetë. Këtë ma kanë thënë dhe psikoterapistët. Po, është e vërtetë. Ne zbukurojmë, glorifikojmë se ka shkuar. E zbukurojmë sepse duke u rritë gjithmonë rriten përgjegjësitë, hallet e tjerë dhe ajo duket koha jonë më e mirë, më e shnetshme. Nuk është e vërtetë, në fakt ajo është koha që vendos për ne. Çfarë nuk di njeriu kur është i ri? Edhe do ishte bukur shumë ta dinte. Nuk e di që jeta nuk duhet marrë kaq seriozisht. Nuk e di. Kur është i ri, gjithmonë
bombardohemi me këshillat që du të mësosh, du të shkosh shkollë patjetër, jeta është e vështirë, jeta është e egër, shpreha e famshme dhe e tmerrshme njëkohësisht e jona që shiko bëje këtë shkollë se nuk ngelesh pa bukë. Nuk mendoj që ka shprehje më të tmerrshme që na thënë kur ishim të rinj pa hyrë në fakultet. Që shiko bëje këtë degë se me këtë degë nuk ngelesh pa bukë. Ty vetveten trurin tënd gjithmonë përshfaqe sikur ti mas sa vite ishe luftë, pastaj dhe do mungonte buka, do mungonte. Pra, gjithmonë jeta na është përshfaqe si një xhungël. Na është përshfaqe si një lloj labirinti me shumë kaskada, me shumë prita etj. Dhe para mendo pastaj ne jemi detyruar gjithmonë ose shpeshherë të zgjedhim gjëra që nuk i kemi dashur. Ndërkohë që kemi kuptuar që jeta sot, unë e them, nuk duhet merret kaq seriozisht. Njeriu kujton se ka kohë. Vërtet nuk duhet merret kaq seriozisht, ndryshe shkatron veten, nuk ka mënyrë tjetër. Prindit e tu? I ke? Janë gjallë të dy, po. No, është bukur shumë. E me që jemi të prindrit, babim nuk është më... E vërteta është që unë jam nga Veriu, mami e ka bërë veriorën disi në shtëpi, ka patur një lloj autoriteti mbi ne. Unë nuk kujtoj që babi im të më ketë kritikuar ndonjëherë. Apo të më jetë imponuar. E çuditshme, mama gjithmonë. Ai ka qenë fantastik. Edhe jo se nuk jeton më, edhe ne priremi që sigurisht të shohim anët pozitive, po e kemi thënë këtë dhe kur ai ishte mes nesh, ishte gjallë, se mes nesh është në zemrën tonë. Por shumë interesante që unë gjithmonë kthehem te kjo, edhe mendoj që sa bukur është që nuk na ka kritikuar, sepse mendoj që ne nuk bëhemi më të mirë me kritika, ne bëhemi më të mirë me dashuri. Me dashuri. Baba im ka qenë i tillë, është i tillë, pavarësisht se është moshë të madhe tash. Babi im ka qenë ka mbaruar Akademinë e Arteve për regjisur, ka qenë gjithkohës drejtor i kulturës në Fusharës, një njeri misionar i tmerrshëm, domethënë dhe sot që është 77 vjeç, prapë sot shkon bën aktivitete me fëmijë kulturore etj. Ka qenë njëri i artit, i kulturës, dhe ai më ka kuptuar gjithmonë. Babi ka qenë njëri që më ka kuptuar gjithmonë. Më ka mbajt mas vetes, përpiqeshe të më përfshinte në për ato aktivitete, mbaj mend një herë më futi për të kënduar. Edhe e doja në fakt, doja të këndoja, doja të bëshe këngëtar, ndoshta i vogël. Për një arsye sepse vajza që do këndonte me mua e kisha qefat, dhe thoja do bëheni duet me të. Ndërkohë që babi nuk po ma thoshte dot që ti si je për këtë punë. Po, je për këtë vajzën, po jo. Po, në një farë mënyre tërthorazi ai kishte thënë mësuesit muzikës që do i thosh Liridoni që si je për këtë punë. Për fat mirën e kuptova vetë që s'jam dhe ndarë kur shkoi them babi, unë hoqa dorë tash nga dueti. M'pa erdhi nuk foli, tash nuk jam tash për. Dhe ai në fakt u lumturueshën e kuptova vetë këtë punë. Babi ka qenë njëri i artit, por në fakt dakordësitë më të mëdha dhe po ashtu mos dakordësitë më të mëdha i kam pas me mamin. A ke ti një merak, një frikë për botën dhe kohën në cilën po rriten fëmijët sot, këtu ytbir? E kam, sigurisht që e kam. Sigurisht që e kam. Më ka çuditur shumë nobelisti i fundit, Laszlo Krasnozaj, diçka e tillë, hungarez, që tha sot na duan dy fish forca për të jetuar më shumë se sa dikur. Dhe supozoj që ai referoi kohës kur në botë ndodhin lufta e parë dhe lufta e dytë. Sot dhe e thekson tek intervista me gazetaren e Nobelit, ne na duhen dy fish forca për të mbijetuar. Nuk po them se ai jep definicionin e jetës, dhe se sot ndoshta jeta është më vështirë se dikur. Sot ne kërcënohemi gjithmonë nga një vdekje shpirtërore dhe kjo mendoj që është nuk ka më individualitete mira. E di çfarë më pëlqeu mua nga hungarezi kur e mori Orban në telefon edhe i tha faleminderit për urimin, po unë do të vazhdoj të jem kritiku yt. Po. Sa bukur. Shiko, ka dhe një lloj, ka dhe gjë tjetër mira, se këtë do ta them, është shumë e lehtë ti jesh antagonist kur je nobelist. Cilin libër tëndin do doje që të lexonin ndjekësit e këtij podcasti, për shembull Tablinin? Tani gjithë do e zgjedhësh një. Po, normalisht do e zgjedh. Që ke më shumë besim ti. Gjithmonë fëmia i vogël është më i preferuar dhe gjithë ata duan. Po, i fundit, Net dhe mjalt, që ka dalë në tetor. Që është një roman në fakt më light, më i lehtë se sa të tjerët. Para ti, është një histori dashurie që nuk shkon mirë etj. Por romani që unë mendoj që më përfaqëson më së miri është Provinca. Një roman i dëndur me shumë personazhe, me shumë ngjarje, me shumë. E marr me mend. Ka edhe element autobiografik aty? Patjetër. Në çdo roman timin ka element autobiografik. Kjo në fakt është letërsia që pëlqejnë më shumë njerëzit sot. Një realitet i veshur me letërsi. Jeta jo nuk është kaq interesante, unë e them gjithmonë. Pra, një biografi
e plotë e jona nuk besoj se do bë brenda sens. Sigurisht. Por aftësia jonë si shkrimtar është që shpeshherë dhe mendimet tona tu anveshin personazheve të tjerë, i zhvillojmë, i krijojmë etj. Por gjithmonë ka pjesë nga ne brenda tij, ndryshe nuk do ishte Juni. Liridon, shumë faleminderit që erdhe në podcast. Faleminderit shumë ty Mira dhe them drejtën ka shiju si bisedë shumë, është vërtet ajo që ti thu, këtu bisedohet, nuk pyetet. Është fiks kështu. Kështu është. Do bëjmë foto tani. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.